Komisioni Evropian po diskuton me Shtetet e Bashkuara bashkëpunimin e mundshëm në sektor të tillë si hapësira ajrore, çeliku, gjysmëpërçuesit dhe mineralet kritike, njoftoi komisioneri evropian i tregtisë Maroš Šefčovič. Šefčovič, i cili ndodhet aktualisht në Dubai për të nisur negociatat për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Emiratet e Bashkuara Arabe, tha se po bisedonte me homologët amerikan në kërkim të një marrëveshjeje për të kufizuar tarifat. Ajo që po shqyrtojmë para së gjithash janë të gjitha linjat tarifore, çfarë mund të bëjmë me to dhe si mund të shohim nga kjo perspektive re për aksesin në treg, tha ai në një konferencë për shtyp. Ai u shpreh gjithashtu se po diskutonte me sekretarin e SBA-s, Howard Lutnick, fushat e bashkëpunimit të mundshëm transatlantik që do të ishte me përfitime për të dyja palët, duke përmendur aviacionin, gjysmëpërçuesit, çelikun dhe varësinë, veçanërisht për mineralet kritike. Jam absolutisht i bindur se dy partnerët më të mëdhenj tregtar në këtë planet thjesht duhet të kërkojnë për zgjidhjen më të mirë të mundshme për tregti dhe për investime, tha Šefčovič. Dhe kjo është ajo për të cilën po punojmë aktualisht. Intensiteti është i madh dhe shpresoj se kjo do të na sjellë rezultatet për një marrëveshje të drejtë dhe të ekuilibruar në fund, tha ai. Komisioni Evropian, i cili mbikëqyr politikën tregtare për BE-n me 27 vende, tha se pa një impuls të ri në bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara këtë javë, pasi presidenti Donald Trump hoqi dorë nga kërcënimi i tij për të vendosur tarifa prej 50% mbi importet e BE-s. Kjo pasoi telefonatën e Trump me shefen e Komisionit Ursula von der Leyen, në të cilën ata ranë dakord për bisedime të shpejta. BE dëshiron të shohë fundin e tarifave prej 25% mbi çelikun dhe makinat dhe që Trump të heqë ashtu quajturën tarifë reciproke, e cila ishte vendosur përkohësisht në 20% për BE-n, por po mbahet në 10% gjatë një pauze 90 ditore deri në korrik. Megjithatë, Washingtoni synon të zvoglojë deficitin e tij tregtar të mallrave me BE-n, i cili ishte pothuajse 200 miliardë euro vitin e kaluar, megjithse ka një suficit tregtar të konsiderueshëm, megjithse më të vogël në shërbime.